Familja Trump duket se ka kthyer vëmendjen e saj drejt Ballkanit, jo në kuptim tradicional të politikës së jashtme amerikane, por në funksion të interesave të saj financiare, pas projekteve të diskutuara në Serbi dhe Shqipëri. Radha i ka ardhur Rumanisë, ku një investim i ri po merr formë. Sipas Bloomberg, organizata Trump ka siguruar një leje fillestare për një zhvillim luksoz në qytetin Cluj-Napoca, në zemër të Transilvanisë. Projekti është me vlerë mbi $500 milion, përfshin një hotel 30 katësh, Trump Tower, apartamente të nivelit të lartë dhe një fush golfi. Në plan është edhe një kullë e dytë në Bukuresht. Erik Trump pritet të udhëtojë në Rumani për të nisur personalisht punimet, duke e kthyer këtë investim në një prioritet të drejtpërdrejtë të familjes. Zyrtarisht projekti është ende në fazë lejesh dhe kërkon miratime të mëtejshme, por fakti që një projekt i tillë dhe një investim i tillë i këtij niveli avancon me shpejtësi në një treg si ai rumun, ngre pyetje mbi mënyrën se si projekte të tilla gjejnë terren të favorshëm në rajon. Raportimet e New York Times kanë përmendur shqetësime ligjore dhe mjedisore, i cili është një element që shfaqet shpesh me investime në mëdha në zona me rregullim të dobët. Rumania, megjithatë se nuk është një rast i izoluar, lëvizjet e fundit tregojnë një interes të qëndrueshëm të familjes Trump për Ballkanin. Donald Trump Jr. ka zhvilluar vizita në rajon për të kërkuar mundësi biznesi, ndërsa Jared Kushner, përmes Affinity Partners, ka tentuar projekte të ngjashme në Serbi, një prej të cilave u anulua pas kundërshtimeve lokale.